أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mezhliset tona, të cilat lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohemi të marrim mësimet dhe porositë që dalin prej këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ne i ka grumbulluar, ne i ka përmbledhur në këtë libër Imam Neveviu rahimahullahu taala në librin e tij të quajtur Riyadus Salihin. Jemi në hadithin 660 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitull. Ky kapitull i ka 4 hadithe dhe flet për pushtetarin e drejtë. Na jemi në hadithin e dytë tash e disa mexhlise, vazhdojmë edhe sot nga aty ku e kemi lënë. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal muqsitina inda Allahi ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Rawahu Muslim. Në rëfen Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtet ata që janë të drejt tek Allahu do kenë koltuqe nga nuri. Janë ata që gjykojnë drejt kur qeverisin në familjet e tyre dhe ndaj atyre që i kanë pushtet apo në varësi. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ne i dham disa mësime dhe porosi, disa sqarime në lidhje me këtë hadith, që sot me lejnë Allahu Dhul Gjelal të vazhdojmë nga aty ku e kemi lënë. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është se prej qëllimeve të thirrjes islame është realizimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Feja Allahu Dhul Gjelal e ka prej objektivave të mëdhaja të veta që të përhapet drejtësia në mes njerëzve. Dhe hoxhallarët dhe besimtarët e kanë detyrë dhe obligim që edhe ta sqarojnë këtë parim, po edhe t'i përmbahen këtij parimit. Edhe t'u sqarojnë njerëzve rëndësinë e drejtësisë dhe domosdoshmërinë e drejtësisë për të pas një jetë me zhvillim, po edhe vetë t'jenë të atill. Drejtësia nuk është gjë e lehtë, është gjë e rëndë. Dhe secili e komenton nga kandi dhe prizma e vet. Subjektivizmi, qëndrimet subjektive personale, të cilat i kanë njerëzit, i pengojnë ata me pa drejtësinë në formën e vërtetë të vetën. Sidomos në një kohë kur përzihen gjërat edhe bëhen lamsh. Secilit ajo që i pëlqen i duket se është e drejtë. Edhe ajo e tjetrit që nuk i pëlqen i duket e padrejtë. Secili drejtësia e paraqet atë që e bën vetë, dhe padrejtësi atë që e bën tjetri. Andaj na i themi njerëzve përgjithësi, besimtarëve në veçanti, hoxhallarëve dhe muslimanëve të devotshëm edhe më në veçanti, se drejtësia është ajo që neve na mëson feja Allahu subhanahu wa taala. Ajo që na mëson neve Kur'ani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se drejtësia duhet të jetë qëllim për të cilën duhet të veprojmë të gjithë nanë, të gjitha kohrat
dhe të gjitha pozita që i kemi na. Dhe se do thot gjykimi në rrethanat tona nuk është se kena hapësirë me gjyku mes asaj që është e vërtet edhe asaj që është e kot, asaj që është e drejt dhe asaj që është e padrejt. Rrethanat tona kena mundësi me zgjedh mes një padrejtësie më të madhe edhe një padrejtësie më të vogël, mes një të keqe të madhe edhe një të keqe të vogël. Hala ne si musliman këto vende nuk jemi në pozicion me zgjedh mes të mirës dhe të keqes, mes vërtetës dhe të pavërtetës, mes drejtës dhe të padrejtës. Fatkeqësisht, gjendja që na gjendemi na akoma është me zgjedh mes dy të këqijave të keqen më të vogël, mes dy padrejtësive padrejtësinë më të vogël. Derisa të vetëdijsohemi edhe të kuptojmë gjërat në prizmin e Kur'anit fisnik dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, et edukohemi në aspektin e devotshmërisë, sinqeritetit, guximit, e trimnisë, et edukohemi në prizmën e mos lakmisë të pasurisë, pushtetit edhe famës së kësaj bote, e zhveshemi nga interesat tona personale e klanore, atëre do kemi mundësi na me ofru shoqërive tona me zgjedh mes të mirit edhe të keqit. E kjo është nivel i avansuar i cili mungon në vendet tona, që pastaj pas këtij nivelit kalojmë në nivelin superior, atë që duhet të jenë shoqëritë muslimane sot, po edhe shoqëritë e botës e që fatkeqësisht nuk janë, që zakonisht i ofrojmë njerëzve të zgjedhin mes dy të mirave e prej dy të mirave të zgjedhin më të mirin. Do thot na jemi halon në zero. Alo s'kemi mri në nivelin e duhur e pastaj që të vrim në nivelin edhe superior ose më të mirë të synuar dhe të kërkuar. Andaj zakonisht njerëzit i marrin gjërat dhe i kuptojnë sipas qefeve të veta dhe i orientojnë sipas dëshirave të veta, dhe këtë atyre askush nuk ka mundësi me pa mundësu ose me andalu mirë, po realitetet janë krejtësisht tjera pre asaj që ata dëshirojnë apo andrej. Andaj dietarët të e pas parasysh këtë parim se prej objektivave të thirrjes islame është përhapja e drejtësisë në mesin e njerëzve, kanë thonë se muslimanët të gjitha fazat e veprimit e tyre, drejtësinë duhet me pas temë boshte. Për te duhet me fol, në te duhet me thirr, atë duhet me sqaru, rreth saj duhet me u kap. Dhe ky hadith që kemi në këtë rast është një prej argumenteve që i nxit muslimanët me qenë të drejtë çdo herë të gjitha situatat, edhe kur ka pushtet, edhe kur s'ka pushtet, edhe kur udhëheq, edhe kur udhëhiqet. Thot Imam Mawardiu rahimahullahu taala, njëri prej ulemave të vjetër i cili ka fol për meselen e pushtetit edhe punën e dunjas, thot inna mimma tuslihu bi halud dunya, ajo që e rregullon gjendjen e dunjas është qaidatul adli ash-shamil, është rregulli i drejtësisë gjithë përfshirëse. Besoj që e keni ndëgjuar një term që përdoret në kohrat e fundit, drejtësi selektive. Drejtësi selektive është e kundërta e kësaj që thot Imam Mawardiu, që ka jetuar para shumë shekujve përpara. Ajo që e rregullon dynjan është zbatimi i drejtësisë gjithë përfshirëse. Jo me koni drejt për mu edhe për të mit, e me koni pa drejt për të hujt e për kundërshtarët, por i drejt për gjithë. Ndesh je me mu, ndesh s'je me mu, ndesh më përkra, ndesh më kundërshton, une si musliman e kam për detyrë dhe obligim me qenë i drejt. Pushtetari musliman duhet me koni drejt ndaj të gjithë qytetarëve që i qeveris dhe e ushtron pushtetin e tyre ndaj tyre. S'ka lidhje a e ka përkra apo e ka kundërshtu. Ai duhet me koni drejt me të gjithë, edhe kjo është ajo që kërkohet.
Thot pastaj Imam Maverdiu, kur të zbatohet kjo drejtësi në një shoqëri, atë kjo i afron njerëzit mes vete. Ku ka drejtësi, edhe ku secili e meriton, e merr atë që e meriton, atë nuk ka urrëtie mes njerëzve. Pse sot kemi na problem në garat politike dhe agresivitet? Sepse mungon drejtësia edhe në gara, dhe mungon drejtësia edhe në qëllim. Sepse të gjithë ata që garojnë politikisht nuk e kanë qëllimin me zbatu drejtësinë ndaj vetes së tyre dhe tjerëve, po e kanë qëllimin të vinë pushtet e të veprojnë si ata që kanë qenë përpara e ma keq se ata. Për të keq përdor pushtetin për përfitimet personale. Se me konë se njeriu synon marrë pushtet edhe mi adhon se si atë që meriton, atë nuk ka agresivitet, ka qetësi edhe ka veprim, domethënë të unifikuar në mesin e njerëzve. Agresiviteti, dhuna, përjashtimi, ofendimet që ndodhin fushata elektorale tregojnë mungesën e drejtësisë. Se kur ka drejtësi, njerëzit i ndjekin plan programet e ofertave politike dhe me qetësinë më të madhe e zhvillojnë procesin elektoral dhe në qetësinë më të madhe dalin edhe votojnë edhe zgjedhin atë që mendojnë se është më i miri sipas tyre. Ama agresiviteti, keqpërdorimi i fakteve, dhuna në proces tregon për mungesë të drejtësisë. Edhe taj që e ka, edhe taj që e sunon, edhe taj që ofron dhe taj që e përkrah dhe voton. Andaj drejtësi ku ka afrim njerëzve mes veti. Opsionet politike mund të kenë ndryshme, po vllazni lloku është më i shtrenjtë. Po afërsia e vllaut me vllaun e tij, këtë rast edhe ajo në bazë njerëzore, edhe në bazë kombëtare, edhe në bazë fetare, asnjëherë nuk duhet shkelet për shkak të pikpamjeve të ndryshme politike që i kanë njerëzit. Andaj ku ka drejtësi, ka afërsi mes njerëzve, e para. E dyta, u yeb'athu ala ta'a, ka shtim të ibadetit. O shumë është më rëndësi me krahasue atë që folet sot me atë që kanë treguar ulemat shejku i përpara. Gara politike mes ofertave politike edhe fanatikëve të grupeve politike, a vazhdojnë atyre adhurimin, a vazhdojnë atyre veprat e mira, apo i largojnë ata nga adhurimi dhe veprat e mira. Nga kjo e kupton se sa jenë të rreziti me veprimin tanë politik. E treta, o ta'muru bihi al-bilad, aty ku ka drejtësi, aty ka zhvillim, aty ka përparim, aty ka rregull, ndërtim, e jo shkatrim e çrregullim. Pastaj thot, o tanmu bihi al-bilad wal amwal, shtohet pasuria dhe zhvillohet shteti, o yakburu ma'ul nasl, e shtohen njerëzit. Shife? Sepse gjërat lidhen njëra me tjetrën. Ka rahatllëk, ku ka drejtësi, ka rahatllëk. Ka garë politike, ama ka qetësi. Ka përplasje politike, ama ka rahati. Ka oferta politike të ndryshme, të lloj-llojshme, të kundërta, ama njerëzit e respektojnë njëri tjetrën. E kjo rahati, kjo siguri e shton edhe dashni njerëzve mes veti që është ibadet, po edhe adhurimin ndaj Allahut dhul xhelal. Se krejt synojnë me kohë me pas drejtësi. E treta, ku ka siguri e afërsi mes njerëzve, ku ka ibadete, atër gjithsesi do zhvillohet ai vend. Atëre do zhvillohet pasuria e atij vendit, se Allahu do shon bereqetin e vet, se atje ku ka drejtësi, atje është bereqeti i Allahut dhul xhelal. Përkrahja dhe ndihma e tij. E kur ka rahatllëk e bereqet, atëherë normalisht njerëzit martohen edhe njerëzit shtohen. Pse shtohen? Sepse nuk kanë frikë nga e ardhmeja. Kanë stabilitet politik, kanë edhe stabilitet ekonomik, edhe njerëzit nuk frikohen me ushtu se ku ka me jetu fëmia jam. Çfarë kushte ka me jetu fëmia jam? Edhe atëherë shtohen njerëzit e duke ushtu njerëzit, duke u forcu shteti, duke u bërë shteti i madh, i rëndësishëm
në planifikimet geopolitike dhe geostrategjike. Pastaj, edhe pushtetari është i sigurt. Nuk frigohet nga trazirat, nuk frigohet nga protestat, nuk frigohet nga tentimi i rrëzimit të qeverive, nuk frigohet nga grushteti. Problemet të cilat ndodhin në shumë shtete të botës. Kur të është pushtetari zullumqar, e vazhdon zullumin e vet, popullin fillim hesht, pastaj bën nga pak zhurmë, pastaj shtypet pak nasia, pastaj fillon mu akumulu revolta, fillojnë protesta të reja, tentohet dhunshëm me i nal ato, me ngulfat, rritet protesta, shndrohet në protestë masive gjithë popullore, edhe rrëzohet pushteti. Pse? Për shkak të padrejtisë. Këtë botë, kështu ndodhin edhe zhvillohen gjërat. E pushtetari i drejt se ka këtë problem, se ka këtë frikë. Ajo është i drejt edhe vepron me drejtësi, edhe e din se askush s'ka me dalë karshi tij. Pastaj thot Imam Mawardiu, "Walaysa shay'un asra'u fi kharabi al-ardi wala afsada li dhama'ir al-khalqi min al-jaw." Nuk ka gjë që në mënyrë të shpejt e shkatron një vendbanim, edhe i prish ndërgjegjet e njerëzve se sa padrejtësia. Allahu Akbar. Vallahi din për shkem, thuti që të fol për neve sot. Për neve një nga një këtu që jemi në xhami. Për secilin për neve. Padrejtësia në mënyrë shumë shpejt e shkatron një vendbanim. Edhe u aprish ndërgjegjet e njerëzve. Prishë njerëzit. Pse se kur e ka qëllim final dhe kryeson jetën e vetë veç me grullon pasuri, edhe mës me shikue as pak mës me dhonën si drejtësisë, normalisht ai njeri prishet, ndërgjegja e tij prishet, takvalloku i tij prishet, karakteri i tij prishet. Nuk është qëllimi kryesor njeri me grullon pasuri, as me fitu pushtet me çdo kusht, as me qenë i famshëm, gjëra që janë objektivat njerëzve. Qëllimi kryesor i njeriut është madhuru Allahun dhe xhelal. Pastaj me i shfryzu të gjitha kapacitetet që ka dhënë Allahu me e rregullu këtë botë, me zhvillu këtë tokë. E nuk ka formë tjetër më të sigurt, më të shpejt për me zhvillu jetën mbi tokë se sa drejtësia. Dhe andaj e kundërt është e kundërt. Pra thot Imam Mawardiu, nuk ka gjë që e shkatron një vendbanim më shpejt dhe i përprish në gjë njeriu më shpejt se sa padrejtësia. Li'annahu laysa yaqifu ala haddin wala yantahi ila ghayr. Pse padrejtësia ka një problem shumë i madh? Se s'ka kufi. Kur të zhytesh në vesin e padrejtësisë, kur të bëhesh zullumqar, nuk ki kufi ku nalesh. Edhe këtë e shohim na të shumica e pushtetarëve në botë. Kur janë nis zullumit, janë nis me gjëra të vogla. Edhe shkon të urit, derisa mo s'ka kush e nal. E kur ndalet zullumi i zullumqarit, atëherë kur përmbyset, atëherë kur largohet nga pushteti. Edhe zakonisht këta njerëz dhunshëm largohen nga pushteti. Megjithëse normalisht ata i përdorin gjithë ushtrit, mekanizmat, mediat, parët për me mbet në pushtet, mirë po, s'ka zullum nëse ka, shumë shpejt i vjen fundi atij zullumit. Pastaj thot, "Walikulli juz'in minhu qistun min al-fasadi hatta yastakmil." Normalisht çdo veprim i tyre ka korrupsion, ka padrejtësi, edhe kjo e plotson njëra tjetrën derisa bin nga pushteti. Kjo janë rregulla gjenerale vëllazë. S'ka lidhje me pushtetin e sodit apo të djeshmit. Kushdo që i respekton, es për para. Kushdo që i shkel, ngelet mbrapa. Prej mashtrimeve më të mëdha që bëhen sot është kur ofrohen oferta se kinse deri dje ka qenë zullum, e na kena më ofruar drejtësi. Kjo është mashtrimi më i madh që bëhet. Ose, domethënë, deri tash s'ka qenë rregull, e tash të ka më qenë rregull. Jemi vetë disu, jemi përmesu. Rregullat janë gjenerale. Normalisht secili komenton nga kandi i vet. Edhe secili shef si ka qef me i pa i vet. Ama realitetet janë
generale. Edhe kanë të bëjnë për të gjitha kohrat dhe për të gjitha vendet dhe për të gjitha ofertat politike. Nuk është e drejtuar karshi askujt konkretisht, po thjesht janë rregulla që na si xhamat besimtar duhet me ditë, edhe në prizmën e saj na duhet me eci. Edhe kur jemi votues, edhe kur jemi të votuar. Edhe kur votojmë, edhe kur kundërshtojmë. Të gjitha rastet, këto janë parimet që na duhet me respektu. Edhe sipas këtyre parimeve na duhet me jetu, edhe duhet me vepru. Normalisht njerëzit kanë qef atë që i pëlqen me pranu, atë që nuk i pëlqen me kundërshtu. Mirë, po kjo nuk është drejtësi. Kjo nuk është drejtësi. Edhe na e shohim vazhdimisht në jetën tonë publike, kur e thu një fjalë që ai e kupton se e përkra atë, e promovon. Kur e thu një fjalë që ai e kupton se atë e kritikon, atë e mshef, e nal. E kjo që ndodh sot të na, i ngjan jahudive. Ata bënin kështu. Kur gjenin fjalë Zotit që u përshtat atyre, i publikonin. E kur gjenin fjalë Zotit që nuk u përshtat atyre, i mshefte. Dhe atyre Allahu i madhëshëm më thoshte: "E tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd?" A një pjesë e Kuranit i besoni fjalëve të Zotit, e një pjesë tjetër e mohoni? Andaj kam mbajtur unë me qendra ligjërata për drejtësi. Edhe kam me vazhdu me mbajt për drejtësi derisa të kemi jetë. E vjen dikush që s'ka ndëgjuar asnjë ligjërat tona, e ndëgjon ligjërat e i duket atij se i të përkra, e promovon. Edhe mendon se me atë promovimin do thot ti ai të ka bën nder. Jo vëllaja. Nëse ti brenda 100 ligjëratave asnjë s'ma ke ndëgjuar. E shumë ligjërata tjera për tema tjera, mos tento më u boti sot do thot i aft ose i mençur ose do thot i drejt se promovon një ligjërat një hoxhës. Kur ti asnjë ligjërat para asaj, as mas asaj s'ke më ndëgjuar. Po këto janë manipulime politike që bëhen për qëllime veta personale. Thiri tja një xhamatli, tha hoxha, tha, a Allah të koftë shumë mirë kishe fol. I thash unë e kam folë që 100 herë që ashtu. Po kush të më dëgju mose? As gjesë më kënë dëgju, as tos jetë më dëgju, as jesës kemi më dëgju. Dhe pëse me ndonë se ajo që kam thonë une, i përshtatët fushatës tonë, kjo është problemia, të është problemia. Por na, këshillat tona për drejtësi, dhe mos ju që jeni këtu në dërë sabahut, e dini që sa vite dhe më dhoni me të i folë. Edhe kena me institu me folë. E ata që zvinë dërës, edhe ata që zangojnë asë një dërës, e marrin një pjesë dërësit, e publikojnë edhe fluturojnë me të thuti që na thrasim këtë njerëzit me qenë drejtë. Ndesh qenë pushtet, ndesh je pa pushtet. Ndesh je pozit, ndesh je opozit. Shka është kjo punë e këtyve politikanëve dhe fanatikëve të tyre që kur janë pozit, si pëlqenjë këshillat e tona. Kur janë në pozit, u pëlqen ajo që i themi na. Edhe kundërta. Kush është në pozit, ndoshta si pëlqen këshilla jonë. E nëse kur të bëhet opozit, ose kur ka qenë opozit, i ka pëlqyer këshilla jonë. Kjo është sinqeritet. As nuk është drejtësi. Mirë po, kështu janë rrethona, na jemi të vetëdijshëm për këtë situata, i potencoj vetëm për t'i bërë sqarimin xhamatit sabahut, jo tjerëve. Se kushdo me ndjek një hoxh, i shkon mësimet e tija. Ato që marrën në rrjetet sociale dhe përhapin, a kur s'kan qenë xhamin e tij dhe kur s'kan qenë mësimet e tija, ato janë manipulime dhe keq përdorime të këshillave porosive, po na do vazhdojmë me këshillu dhe me porosit edhe vetën teme, edhe juve si xhamat këtu, po edhe këtë besimtarët që drejtësia është objektiv për objektiveve të mëdha të fesë islame, nuk është për reklam, nuk është për fushat para zgjedhore, por është për ta zbatuar dhe për ta implementuar vazhdimisht gjitha segmentet e jetës në të gjitha format që na jetojmë. Andaj kjo porosi e Imam Maverdiut është shumë e rëndësishme, pse objektiv e madhe e Islamit është drejtësia. Allahu Dhu Xhelal i ka urdhëruar besimtarët me e zbatu drejtësinë kur thot në surën An-Nisa, ajeti 135, ja ayyuhalladhina amanu
kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu. Ayat i mrekullueshëm i cili është këshill e artë e diamant për secilin për neve një nga një. Thotë Allahu Dhu Xhelal, o ju besimtar, jeni kunu qawwamin bil qist. Insistoni të qëndroni në drejtësi. Do thotë nuk është lehtë me kon i drejtë edhe me drejtësi. Ka shtypje, ka presione, ka shtyrje, ka joshje, oferta. Andaj thotë Allahu Xhelal, qawwamin bil qist. Insistoni të përqendroni në drejtësi. Shuhada'a lillah. Këtë të bëni si dëshmitar para Allahu Dhu Xhelal. Edhe kjo drejtësia jotja, edhe kjo është ajo që fatkeqësisht mungon shumicën e rasteve, të drejtë walau ala anfusikum. Edhe nëse kjo drejtësi është kundër vetes tuaj, aul walidain, apo kundër prindërve tuaj, apo kundër familjes tuaj. A e kuptoni vëllazni? Me koni drejt edhe nëse ajo drejtësi është kundër vetes tone, kundër prindërve tu, kundër familjes tënde, e mos flasim për partinë tonë. Nuk ka më afër se vetja jote, se prindërit tu, se familja jote. Partia është masane. Ti duhet të koni drejt, edhe nëse ajo drejtësi është kundër teje, kundër familje, prindërve tu, kundër familjes tone, e mos flasim kundër partisë tone. E ky është konceptin që na e thrasim popullin tonë. Kjo s'ka të bënë në politikë vitore, që del dikush edhe komenton hoxha merru me fe, mos u merr me politikë. Na jemi të ndërtu njeriu. Njeriu i cili jeton këto rrethana politike që gjendemi na. Dhe ai njeri dash e pa dash do merret me politikë. Se nëse ai s'merret me politikë, politika do merret me të. E na jena të fol për me ndërtu njeriu i cili jeton këto rrethana, se si ti kupton gjanat, që ai të jetë mirë edhe me Allahun, po të jetë i dobishëm edhe për vendin ku ai jeton. Kjo është qëllimi. Nuk është qëllimi na mu marr me politikë ditore. Ama na duhet merremi me njeriu i cili merret me politikë. Edhe këtu është keq kuptimi i disa fanatikëve partive politike që komentojnë me ofendim në rrjetet sociale, se nuk e kuptojnë esencën, se as kanë kryej shkollë, as merren do aktivisht me lexim edhe studim, janë ignorant edhe formal edhe jo formal, e pastaj çdo qendrim që flasim në hoxhallarët e komentojnë sipas qefeve të veta edhe dëshirave të veta. Andaj shihni tani ky ajet sa është edukues. E para me qëndru në drejtësi se nuk është lehtë. E dyta me qenë me drejtësinë edhe kur është kundër teje. Që domthon ti mos me subjektivizu drejtësinë. Edhe mos me e bë monopol tonin drejtësinë. Po ti me shku me drejtësinë, ka do që shkon drejtësia. Jo nëse është me ty, me përkra, nëse është kundër teje, me refuzu. Ashtu si që bëjnë fatkeqësisht një pjesë e madhe njerëzve sot. Andaj, duhesh me koni drejt, si dëshmi për hir të Zotit. Edhe nëse kjo drejtësi është kundër teje, prindërve tu, familjes tonë, mos foli për partinë tonë. Pastaj thot, in yakun ghaniyan aw faqiran, fallahu awla bihima. S'është më rëndësi, a është i varfër, a është i pasur, ai që është domethënë kujdesin tan, Allahu kujdeset për ta, edhe fund wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Mos e ndiqni epshin i cili ju pengon ju të jeni drejt. Përgjigje dilemës, pse njerëzit sot janë drejt? Pse unë edhe ti anojmë ka padrejtësia? Sepse ndjekim epshin ton, lakmin ton, qefin ton. Se na kemi interes, na kemi përfitim, na kemi domethënë dobi personale. Andaj shkojmë me padrejtësi. Ama duhet me kuptu se kështu na bëjmë gabim para Zotit fillimisht. Normalisht nga ai gabim pastaj vuan edhe gjithë populli, edhe situata edhe terreni. Koha që kishme në disponim në përfundoj, këtu do ndalemi, inshallah ta ndesën ashëm, vazhdojmë aty ku kena lënë, duke lutur Allahun të na bëjë të bishme vepra të mira, në hap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Allahu i madhreshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.